Në Shqipëri u zhvilluan zgjedhjet e pjesshme vendore në 5 bashki. Në fund të këtij procesi, ajo që spikati ishte pjesëmarrja e ulët e qytetarëve me rreth 18.7%. Por cilat ishin disa nga arsyet e kësaj pjesëmarrje të ulët? Kryeministri Edi Rama ja faturoi pjesëmarrjen e ulët motit me shi, vetë natyrës së zgjedhjeve të cilat nuk është se stimulojnë pjesëmarrjen. Por për ekspertë të shoqërisë civile, kjo tregon më shumë apatinë politike të zgjedhësve dhe mungesën e besimit tek partitë politike. Asnjë nga partitë e mëdha nuk u angazhua në fushat dhe asnjë nga udhëheqësit e tyre nuk doli në terren. Nuk pati takime elektorale, hapje apo mbyllje të fushatës, asnjë spot dhe asnjë debat politik në media. Opozita nuk pati kandidatët e saj, por mbështeti disa kandidatë të pavarur, duke mos arritur ta angazhojë drejt për drejt elektoratin. Analistët rendisin edhe një sër faktorësh të tjerë që ndikojnë, siç janë emigracioni ndikuar nga varfëria, papunësia, korrupsioni shqetësues, mungesa e meritokracisë dhe e stabilitetit ekonomik. Në zgjedhjet e ardhshme, për partitë politike mbetet sfidë gjetja e rrugëve, alternativave, programeve apo edhe strategjive të angazhimit qytetar në mënyrë që të kemi një demokraci përfaqësuese dhe funksionale.